Shikues, nderojmë sërish së bashku me këtë tre testeve do t'jemi në vijimësi me studimin e gjuhës gjermane. Jemi tani në nivelin A1-2. Kemi mbritur tek mësimi i tretë te mjeku dhe jemi me testin e fundit të tretin të tij. Fillimisht do t'ju përshëndesim. Willkommen zurück zu Ihrer neuen Serie. Mirë se vini sërish në serinë tuaj të re. Dhe le të vijoj pa humbur kohë me testin tonë. Atëherë, siç është edhe rregull i kësaj platforme, testi është i tillë që çdo detyrë e këtij testi apo këtij provimi mund të zgjidhet vetëm një herë me kuptimin që nëse ne do ta zgjidhim gabim, nuk do të kemi mundësi ta korrigjojmë, por gjithsesi do të kemi mundësi t'i kthehemi dhe të referohemi realisht se ku ka qenë gabimi ynë dhe cila është edhe përgjigjja saktë në lidhje me të. Atëherë pa humbur kohë, le të vijojmë me këtë test. Vajte, bëjmë tutje. Dhe ja ku jemi edhe me die Aufgabe 1, pra detyra e parë. Aufgabe, kemi thënë ky emër i gjinies femërore gramatikore. Die Aufgabe në shumësi. Dhe konkretisht kërkon nga ne kjo detyrë, hallo, hier ist. Përshëndetje, hallo, pra është një përshëndetje kryesisht është një përshëndetje e formatit jo zyrtar, por mund të ka hyrë pra në përdorim të gjerë edhe për rastet le të themi e përshëndetjeve të formatit zyrtar. Kërkohet për ne se çfarë është saktë. Dëgjoni dhe zgjidhni. Pra jemi me një ushtrim të tipit hërën. Kemi thënë për të tillë ushtrime do t'i hasim në testimet tona me këtë format, me këtë kategori hërën, pra do të dëgjojmë një material audio dhe referuar tek materiali audio do na duhet të përzgjedhim apo të le të themi bazohemi dhe referohemi tek vijimësia e asaj çfarë kërkohet, duke e përqasur me atë që vjen në materialin audio. Dhe thotë situacion, Sie hören eine Nachricht auf Ihre Mailbox. Pra thotë ju dëgjoni eine Nachricht. Nachricht është konkretisht një emër i gjinies femërore gramatikore, duke qartë kjo tek nyja e pashquar eine. Në këtë rast pra ka ardhur në rastin kallëzor, është kundrinori drejt që merr folja hërën, pra hërën dëgjoj, merr kundrinor të drejt edhe në gjuhën shqipe. Dëgjoj çfarë? Dëgjoj një lajm. Nachricht pra do thotë lajm dhe në shumës do të marr trajten die Nachrichten, pra do të marr në shtesë njëjësit. Realisht kuptimi bazik i kësaj fjale është lajm, por sidomos në rastet e komunikimit dhe kontaktimit do të vijë edhe me kuptimin mesazh, pra një mesazh. Sie hören eine Nachricht. Pra këtu kemi Sie për emrin mirësjelljes. E kuptojmë që bëhet fjalë për Sie të mirësjelljes nisur nga folja se si është zgjedhuar. E dim pra që folja hören do të zgjedhohet për emrin e mirësjelljes Sie, njëjtë sikurse për vetën e tretë numri i shumës, pra ato. Dhe e kuptojmë këtu pra që nuk është Sie me kuptimin e vetës së tretë numrit njëjës, pra ajo, sepse do të zgjedhohet pra ndryshe. Pra thot Sie hören eine Nachricht auf Ihre Mailbox. Këtu kemi parafjalën auf, është një parafjalë, në këtë rast pra siç e shikojmë, ka ardhur pikërisht në rastin dhanore, ku e shikojmë tek emri pronor përcaktor ihre, pra juaj, shikojmë se si është lakuar njëjtë sikurse edhe nyja, kemi thënë në rastin e emrit pronor përcaktor, lakimi i tyre është i njëjtë me nyjen e pashquar të njëjësit. Pra do të ishte këtu edhe nyja eine auf ihre Mailbox. Dhe kemi thënë që parafjala auf është një nga 9 parafjalët që kur vinë le të themi në kontekstin e vendodhjes, pra nuk tregojnë lëvizje drejt një destinacioni, por tregojnë vendodhje, sikurse rasti në fjalë, pra në mailbox, siç e dim, pra do të thotë është një fjalë tani më e shqipëruar, mailbox, le të themi në atë kutinë postare, në thojza apo në atë vendin ku mbrin emailët që na vinë edhe apo që të rejat, le të themi, apo posta që na mbrin edhe që në aspektin, le të themi, elektronik përbën në
në rastet e internetit, pra apo në rastet e telefonit e tjerë përbën pikërisht vendi ku depozitohet një mesazh që na vjen. Pra këtu në këtë rast ajo që na intereson është fakti që parafjala AUF do ta bëj këtë emër mailbox të rastës danore dhe kuptojmë automatikisht se ky që ka një emër i gjinisë femërore gramatikore në numrin 1-s, the mailbox. Kujdes, do të lexojmë emrat e huazuar, njëjtë sikurse versioni nga gjuha ku janë huazuar dhe konkretisht këtu do ta lexojmë sikurse në anglisht mailbox dhe do t'i qëndrojmë korrekt apo le të themi do t'i qëndrojmë konform edhe versionit se si shkruhet, po nga gjuha në cilën është huazuar. Pra auf ihre mailbox në mailboxin tuaj. Mailbox, tham pra, ky emër i gjinisë femërore gramatikore, the mailbox do të marrë në shumës n shtesnisi the mailboxën, dhe ndoshta një tjetër përkthimi i tij mund të ishte edhe në konkretisht në kutin apo në depozitimin e mesazheve. Për të vijuar me materialin parë audio, kemi thënë paraprakisht do të ishte mirë që t'i japim një lexim të shpejtë asaj çfarë na kërkohet. Kemi këtu pra disa materiale të shkurtë audio dhe do të na kërkohet në të parin Mats geht es nicht gut. Pra këtu kujdes, Mats është me c dhe kemi edhe një rast tjetër ku kemi x-in, do të jetë Max në këtë rast. Në këtë rast kemi këtë emër të përveçëm Mats geht es nicht gut. Geht es nicht gut. Pra po ta përkthejmë fjalë për fjalë, ku do të ishte Markut nuk i shkon ajo mirë. Dhe kemi thënë që në rastin e es geht nicht gut ose wie geht es dir apo wie geht es ihnen, es këtu kthehet konkretisht është një kryefjalë formale e cila kthehet tek mirëqenia, pra pyetet për mirëqenien apo për shëndetin, por në përgjithësi pyetet pra gjendja e personit apo mirëqenia e tij. Dhe do të dëgjojmë materialin audio dhe do të përzgjedhim nëse është e vërtetë apo jo. Kjo çfarë vjen në këtë pyetje apo le të themi në këtë fjali në fakt fjali dëftore. Ma geht es nicht gut do të na dalë në pa nga materiali i parë audio. Dëgjoj. Hallo, hier ist Mark. Wir können uns heute leider nicht treffen. Ich habe eine Erkältung, aber vielleicht am Wochenende. Ich melde mich wieder. Realisht nga themi përmbajtja e këtij mesazhi duket pra në këtë rast kemi të bëjmë me mesazhe zanore që mbërin depozitohen në le të themi në një telefon apo diku tjetër prej mjeteve të komunikimit elektronik. Dhe rastin e fjalë pra na nxjerr qartë në pas se ky pohim qëndron Mark geht es nicht gut. Marku nuk ndihet mirë, tham pra fjalë për fjalë, nuk i shkon mirëqenia mirë, por ne në shqip do ta përkthejmë përkthimi standard nuk ndihet mirë. Pra është e saktë richtig. Kemi thënë richtig mund të lexoj me q të butë në fundin e saj, kujdes pra kemi dy q të buta, por mund të lexohet edhe me g, richtig, që të dy janë trajta standarde. Dhe falsh pra kujdes do të lexohet me sh të fortë dhe do të thotë e gabuar, ama realisht ky rast i parë apo le të themi ky pohim i parë na rezulton se është i saktë. Për të kaluar tek situata e dytë, thotë situacion, kujdes pra me të tillë emra. Situacion do të lexohet, kemi thënë gjithmonë s-ja kur vjen e pasuar nga një zanore do të lexohet z. Situacion, dhe kujdes se emrat që mbarojnë me tion do të lexohen cion dhe do t'i përkasin gjithmonë gjinisë femërore gramatikore. Pra është një rregull ky që tham dhe do ta bëjnë shumësin me n shtesnjësi di situacionën. Dhe realisht mund ta fiksojmë nga përmbajtja këtë emër e kemi dendur edhe në gjuhët tona. Pra situatë, edhe pse është disi më e shkurtuar, varianti që ne kemi huazuar. Pra situata apo rrethana. Cila është situata? Thotë Sie arbeiten im Sekretariat in der Schule.
Pra ju punoni në sekretariat, sekretariat do të përkthehet në sekretari. In der Schule, në shkollë. Shikojmë këtu, kujdes kemi pra konkretisht parafjalën in, arbeiten in. Dhe këtu kemi rastin tipik kur kjo parafjalë, pra që përbën një nga 9 parafjalët që i marrin të dy rasat, pra njërin prej dy rasave varësisht të kontekstit, do të marrë kjo parafjalë për rastën dhanore, sepse përbën vendodhje, pra vendin se ku punon personi. Kemi thënë pra që një rregull shumë i thjeshtë është që të shikojmë te konteksti i përdorimit të parafjalës të njërës prej këtyre 9 parafjalëve. Pak më herët cekëm edhe parafjalën auf. Nëse do të vi në kontekstin e lëvizjes drejt një destinacioni, do ta bëjë emrin që vjen pas saj të rastës kallëzore, pra do të kemi të bëjmë me një parafjalë të rastës kallëzore. Kurse në të kundërt, pra nëse nuk ka këtë kuptim, apo më mirë akoma kur duket qartë azi se bëhet fjalë për vendodhje, atëherë do ta bëj emrin që vjen pas saj të rastës dhanore, pra kjo parafjalë do të jetë rastës dhanore. Dhe shikojmë këtu sekretariat. Është një emër i gjinisë asnjanse gramatikore, duket qartë kjo sepse në rastën dhanore vetëm emrat jemi gjithmonë me numrin njëjës, vetëm emrat e gjinisë mashkullore dhe asnjanse gramatikore do të marrin në nyjen e shquar dem. Dhe këtu kemi shkrirjen in plus dem, pra në im. Dhe po kështu edhe tek rasti tjetër in der Schule, duket qartë që ky emër është i femërorës sepse ka marrë pikërisht nyjen e dhanorës për emrat e gjinisë femërore, gjithmonë në numër njëjës, në trajtën e shquar, pra dhe në rastën dhanore marrin këtë nyjen der. Pra thot sie arbeiten im Sekretariat in der Schule. Sekretariat edhe kjo mund nuhatet, pra që bëhet fjalë për emrin sekretari. Mund vijë edhe në kuptimin e gjerë në zyrë, po këtu bëhet fjalë për zyrën e sekretarisë më konkretisht. Pra ju punoni në sekretariat, pra në zyrën e sekretarisë in der Schule, në shkollë. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Dhe thot, sie hören, jemi ende me trajtën e mirësjelljes, pra sie hören, dëgjoni, eine Nachricht, një lajm, pra thamë një përkthim më standard do të ishte mesazh në këtë rast, pra në këtë kontekst. Ju dëgjoni një mesazh auf dem Anrufbeantworter. Auf, pra shikojmë se si do të vi këtu, dendur do të vi përsa i përket këtyre fjalëve, Anrufbeantworter. Anrufbeantworter, ky emër i përbër, emri rëndësor është do më thënë Wort, dhe pastaj Wort ka marrë këto, le të themi, trajta, këto trajta morfologjike, pra pashtesën, ka marrë pastaj edhe pashtesën ant, anruf, pastaj ka marrë edhe pjesën B, pra po ta përkthejmë bashkarisht të gjithë të emër, do të jetë pikërisht kuptimi i aparatit elektronik, do më thënë të përgjigjes të telefonit. Pra një emër paksa i gjatë, pra është një, le të themi, prej këtyre mjeteve të komunikimit elektronik që të japi mundësinë, më konkretisht një telefon më special se sa ato normal, ku le të themi depozitohen telefonata dhe ne kemi mundësi më pas që t'i dëgjojmë dhe këtu në këtë rast pra bëhet fjalë për të tillë situatë. Pra realisht është e njëjta, një trajt e cila ishte uazuar nga anglishtja është mailbox dhe tjetra, kjo është domethënë gjermanisht, është der Anrufbeantworter, që mund ta përkthejmë edhe me domethënë postën zanore, mund ta përkthejmë edhe me këtë përkthim, do të ishte edhe ky një përkthim i duhur, apo korespondencat depozituara, korespondencat zanore të depozituara pra në telefonin apo në mjetin tonë të komunikimit elektronik. Pra kjo është çështja, thotë ju dëgjoni një lajm apo një mesazh në këtë le të themi aparat, pra në postën elektronike, e cila ka depozituar këtë, le të themi, pikërisht korespondencë zanore. Dhe sa i përket këtij emri, është një emër i gjinisë mashkullore gramatikore dhe do të ruajë të njëjtën trajtë edhe në shumës, pra der Anrufbeantworter
dhe në shumës do të ruaj sërish pra këtë trajt do të themi die Anruf beantworten. Dhe shikojmë këtu sërish auf do të vi si parafjalë e dhanorës dhe do ta bëj këtë emër pra të rastës dhanore. Auf dem Anruf beantworten. Kjo është situata, edhe një herë shumë shkurtimisht situata është e tillë që ju punoni në sekretari, në shkollë dhe dëgjoni një mesazh në postën zanore. E dëgjojmë material audio dhe realisht paraprakisht do na duhet të shikojmë shumë shkurtimisht për çfarë bëhet fjalë Herr Becker ist krank, që zotëri Becker është i sëmur, pra ne duhet ta referojmë këtë që vjen këtu është apo jo richtig, pra është e saktë se Herr Becker ist krank, se zotëri Becker është i sëmur apo është falsch, apo është e gabuar. E dëgjojmë materialin audio. Guten Tag, hier ist Becker. Meine Tochter Clara ist leider krank und kann heute nicht zur Schule kommen. Wir gehen gleich zum Arzt. Realisht dëgjohet nga le të themi kjo post zanore se Herr Becker nuk thot për vetën e tij se është i sëmur, por thot për vajzën e tij. Pra do të jetë përgjigja falsh. Realisht është mirë që t'i kthehemi edhe një herë tjetër, edhe në testimet tona, sidomos të nivelit A1, me gjasa të mëdha, domethënë dy trajtat e pyetjeve hëhën do të jenë së paku do të vi 2 herë materiali audio, por me sa kanë fiksuar në një prej rasteve do të vi edhe më shumë se 2 herë, pra mund të vi edhe në 3 herë. Prandaj do të ishte shumë e udhës që ti rikthehemi. Le të shikojmë tek das Ergebnis dhe na figuron që kjo realisht është kjo që ne kemi dhënë është përgjigje saktë për të kaluar tek die Aufgabe 2, detyra e dytë. Sehr geehrte Herr Drömet, në fakt, Drömet. Kemi thënë kujdes pra tek është një emër, shikojmë pra një mbiemër konkretisht i një zotërie. Dhe kemi thënë këtu do të bëjmë kujdes pra oja me 2 pika lexohet në fakt h-ja pas një zanori do ta zgjat zanorin dhe vetë nuk do të ketë përmendje pra thjesht do të shkruhet, por do të shërbej në fakt le të themi një lloj altruizmi i hës në këtë rast, pra do të vi thjesht për të zgjatur zanorin që vi para saj, Drömet. Dhe ja këtu pra që do të lexohet shkurtasi sepse diçit nga mëse një bashkëtingëllore, Herr Drömet. Një nga mbiemrat e le të themi gjuhës gjermane. Sehr geehrt. Shikojmë pra kujdes se si do të shkruhet ky mbiemër. Geehrt do të jetë konkretisht grundform, trajta grundform e këtij mbiemri dhe kemi thënë pra që mbiemri do të lakohet varësisht emrit i cilit i përcaktohet. Në këtë rast i është përcaktuar një emri të, siç e shikojmë pra Herr, një emri të gjinis mashkullore gramatikore. Dhe për këtë arsye, siç e shikojmë ka ardhur pra pa nyje të shquar, prandaj automatikisht do të lakohet duke marrë njëjtë sikurse nyja e shquar e këtij emri, der, pra sehr geehrte Herr Drömet. Kjo do të jetë trajta kur i drejtohemi një personi të gjinis mashkullore. Kur do t'i drejtohemi një personi të gjinis femërore, do të bjerë r-ja, pra do të themi thjesht sehr geehrte dhe pastaj Frau. Dhe kur do t'i drejtohemi në numrin shumës, le të themi disa persone, për shembull, Damen und Herren, pra zonja dhe zotëri, sërish të bjen r-ja. Pra do të funksionojë njëjtë lakimi këtu, sikurse për nyjen e shquar përkatëse për këto raste. Dhe do të vijojmë tutje shumë i nderuar, do të përkthehej zotëri Drömet. Ajo çfarë kërkohet për ne, shikojmë pra është të gjejmë nëse është e saktë apo e gabuar, ajo çfarë vjen në konkretisht në pyetjet e mëposhtme. Dhe jemi këtu me një ushtrim të tipit lesen, pra kemi një material, do ta lexojmë dhe referuar të ky material do t'i përgjigjemi pyetjeve që vijnë në lidhje me të. Atëherë, sehr geehrte Herr Drömet, e kaluam më sipër dhe kjo është edhe trajta standarde se si do ta shkruajmë një mesazh apo edhe një letër
Pra do ta fillojmë me këtë trajt gjithmonë kur bëhet fjalë për trajtën zyrtare apo atë të mirësjelljes. Dhe shikojmë çfarë do të bëjmë, një diçka shumë e rëndësishme, konsiderohet shumë e rëndësishme sepse mund të humbasim pikë nëse nuk i qëndrojmë korrekt kësaj trajte, pra do t'i vendosim presje. Dhe do të zbresim një rresht më poshtë dhe do të fillojmë me të vogël, kujdes, pra do të fillojmë me të vogël. Ich hatte am Wochenende einen Unfall. Pra, kjo do të jetë fjalia e parë kryesore. Ka filluar me të vogël, pra thamë për efekt të strukturës të kësaj shkrese zyrtare. Përndryshe është një fjali kryesore. Dhe po kështu do të lidhet me und, me një tjetër fjali kryesore, pra një fjali e përbërë nga dy fjali kryesore. Ich hatte, kujdes jemi këtu me folin haben, që është në kohën e pakryer. Unë kisha, pra folja kam, ich habe, unë kam, dhe ich hatte, unë kisha, am Wochenende. Jemi sërish me një parafjalë të tipit të parafjalëve që mund të marrë rasën kallëzore ose rasën dhanore, dhe në këtë rast pra kur vjen gjithmonë me emrat e muajve, emrat e javës, qoftë edhe trajta në fjalë, fundjavën, stinët e tjerë, nuk kupton një fund vendodhje në kohë, pra le të themi vend në kohë, vend që ze diçka në kohë. Prandaj do të vi si parafjalë rasës dhanore. Dhe këtu kemi konkretisht ardhin e kësaj parafjale para emrit Wochenende, që është realisht një emër i gjinisë asnjëse gramatikore, das Wochenende, dhe prandaj do ta lakoj këtë emër. Kjo parafjala anë rasës dhanore, duke i dhënë pikërisht nyjen e dhanorës den. Nyjen e shquartë e dhanorës për këtë emër të numit nyjes të gjinisë asnjëse gramatikore, dhe kjo në fakt kemi thënë vlen edhe për emrat e mashkullore, sërish do të marrin në dhanore nyjen den, pra emrat e gjinisë mashkullore gramatikore në numrin njëjës në trajtën e shquar, në rastin dhanore do të marrin sërish nyjen den. Ich hatte am Wochenende, unë kisha në fundjavë einen Unfall. Shikoj, pra do të marrë këtu në këtë rast të kundrinor të drejtë, ich habe, folja haben, në këtë rast pra në kohën e pakryer, kisha, do të marrë këtë kundrinor të drejtë. Unfall, shikojmë e kuptojmë shumë qartu që unfall është një emër i gjinisë mashkullore gramatikore. Pse? Sepse kemi thënë që vetëm emrat e gjinisë mashkullore gramatikore, jemi konkretisht në numrin njëjës, në trajtën e pashquar marrin këtë lakim, marrin këtë mbares einen Unfall. Pra, do të marrë pikërisht këtë mbaresën N. Ich hatte am Wochenende einen Unfall. Unë kisha në fundjavë një Unfall. Kujdes, kemi thënë, kemi dy trajta që vinë me këtë emër rënësor, me emrin Fall. Kujdes, do të lexohet Fall, pra aja shkurtëzi. Kemi thënë Fall ka dy kuptime. Në aspektin gramatikor do ta gjejmë edhe rasën të vi me këtë emërtim, rasa. Por në aspektin e gjuhësor ka kuptimin rast. Dhe kemi edhe unfall, kemi edhe not fall. Kujdes, not fall. Kemi thënë not fall, di not, do të jetë konkretisht me kuptimin e emergjencës. Pra di nëte ka kuptim bazë emergjencë kur vjen si ndajshtesë që formon një fjalë të përbërë me fjalë rënësore të fal, por ka edhe kuptime të tjera. Kur vjen më vete, ka edhe kuptimin e shqetësimit, e vështirësisë, nevojës e kështu me radhë. Kurse pra në rastin e fjalë unfall ka kuptimin aksident. Pra kujdes, not fall është emergjencë. Pra që emergjenca është e gjerë, mund të ketë lloj emergjencash, pra mund të jenë të ndryshme, le të themi situatat në të cilat do të konstatojmë apo do të themi se kemi të bëjmë me një emergjencë, kurse unfall, kujdes, pra bëhet fjalë për aksidentin. Pra thot unë kisha në fundjavë një aksident, unë bin für eine Woche krank geschrieben. Shikojmë këtu, kemi thënë që në rastet kur lidhen dy fjali kryesore me lidhësën bashkënditëse und, çdo të thotë lidhës bashkënditëse do thotë që lidh dy fjali kryesore. Do të thotë që pas saj lidhëse, struktura gjymtyre të fjalisë do të mbetet e rregullt, nuk do të tjetërsohet. Shikojmë, kemi thënë kur vjen e njëjta kryefjalë,
nuk është e nevojshme që pas listës bashkënditëse të përsëritet kryefjala, dhe po kështu nëse do të vijë njëti kallëzues, por në rastin e fjalë do të vijë kallëzues tjetër, prandaj çfarë ka ndodhur do të përsëritet vetëm kallëzuesi, apo le të themi do të në fakt do të përmendet, do të theksohet vetëm kallëzuesi sepse është i ndryshëm, kurse kryefjala nuk është e udhës të përsëritet në këtë rast, prandaj realisht kjo do të vlejë edhe në gjuhën shqipe, shkon edhe në shqip këtë përdorim. Do të thotë unë kisha në fundjavë një aksident dhe jam, pra nuk është e nevojshme të themi dhe unë jam, mund të themi edhe thjesht dhe jam, dhe kjo vlen pra në të dy gjuhët, dhe jam für eine Woche krank geschrieben. Dhe jam, shikojmë këtu jemi me foljen krank schreiben, një folje me parashtesë të ndashme. Dhe në këtë rast kemi konkretisht kohën e kryer të kësaj folje. Krank schreiben do të thotë shkruhem sëmur, pra nga mjeku, më jepet një vërtetim se jam i sëmur nga mjeku. Dhe shikojmë se si e ka bërë pjesorin. Kemi thënë që është trajta karakteristike e foljes me parashtesë të ndashme se si do ta bëjnë pjesorin e tyre për të formuar konkretisht kohën e kryer të foljes krank schreiben. Do të vendoset pjesoria mes parashtesës dhe pjesës tjetër të foljes rëndësore të foljes me parashtesë të ndashme. Pra, bin krank geschrieben do të kemi të bëjmë me kohën e kryer të foljes krank schreiben. Dhe jam shkruar sëmur für eine Woche. Tu kemi parafjalën für, një parafjalë e rastës kallëzore. Dhe shikojmë e ka bërë emrin Woche në rastën kallëzore. Dhe ky emër die Woche, një emër i femërorës, është një emër i numrit njëjës, pra në trajtën e bashquar në rastën kallëzore do të marrë pikërisht këtë nyje bashquar eine. Pra, ich hatte am Wochenende einen Unfall und bin für eine Woche krank geschrieben. Unë kisha në fundjavë një aksident dhe jam shkruar sëmur për një javë. Anbei die Krankschreibung. Kemi thënë kujdes me anbei. Anbei do të jetë një ndajfolje, do të thotë bashkëngjitur, por edhe një tjetër kuptim i saj që vjen ndendur, domethënë dhe e merr këtë kuptim është në mbyllje ose në përmbyllje. Die Krankschreibung. Kemi thënë këtu është trajta shkurtuar, mund të ishte keni, pra keni die Krankschreibung. Krankschreibung është shkresa si i sëmur, pra ajo vërtetimi i mjekut që i është dhënë dikujt se ai është i sëmur. Dhe shikojmë se si mbyllet shumë interesante struktura e mbylljes të një formati tekstual zyrtar. Pra, një nga format është kjo, një të freundlichen grüßen, dhe unë do t'ju sugjeroj, sidomos për nivelin A1, është një formë standarde. Fiksojeni pra këtë trajt. Kjo është trajta e hapjes, gjithmonë për formatin zyrtar, dhe kjo është trajta e mbylljes, dhe në fund do të vendosim edhe emrin e personit, emrin dhe mbiemrin, në këtë rast Udo Goltz. Dhe kemi këto dy fjali. Herr Goltz kann für mindestens eine Woche nicht arbeiten. Shikojmë këtu, kemi një fjali të rregull, standarde dëftore. Ka ardhur siç është edhe standardi në fillim kryefjala. Kjo kryefjalë e përbër nga pikërisht emri Herr, një titull ky në fakt, pra zotëri, dhe nga ndashtimi Goltz, pra një parafjalë, në fakt një kryefjalë e përbër. Herr Goltz, pra zotëri Goltz, kanë, shikojmë të folja gjysmëndimse können. Me njerë shikojmë për foljen kryesore që ajo merr. Ja ku është edhe folja Arbeit. Kemi thënë që folja gjysmëndimse në gjuhën gjermane do të marrin folje kryesore dendur, dhe folja kryesore atyre do të vijë në trajtën e pashtjelluar të konkretisht paskajorës. Pra kanë Arbeiten. Po kështu kemi thënë që për nga struktura e ardhjes në fjali të këtij kallëzuesi të përbërë nga një folje gjysmëndimse dhe folja kryesore, do të jetë struktura e tillë që vendin e dytë do ta zërë folja zgjedhueshme që është pikërisht folja gjysmëndimse, dhe në fund të fjalës do të vijë folja kryesore në paskajore. Dhe po kështu është e udhës të theksojmë dhe ritheksojmë se folja kënë në gjuhën shqipe do të jetë një folje e ngurtë me kuptimin që do të përkthehet me mund. Pra me përkthimin mund, unë mund, ti mund, ai mund, pra i ngurtësuar do të jetë le të themi do të jetë një folje e ngurtësuar. Herr Goltz kann
nicht arbeiten. Kujdes pastaj me pjesën mohore nicht. Në rastin e kallëzuesve të përbërë do të vi para konkretisht foljes kryesore. Pra, Herr Goltz kann nicht arbeiten. Herr Goltz nuk mund të punoj, für mindestens. Mindestens. Shikojmë këtu für është konkretisht para fjala für. Dhe ka marrë mes kësaj para fjale dhe emrit, që realisht do të vinte në tajtën standarde, kjo para fjale für eine Woche për një javë, ka marrë këtë fjalë mindestens. Është një ndajfolje dhe ka të bëjë pra me rastin e fjalë, një ndajfolje e themi sasie, që në gjuhën gjermane hyn tek ndajfoljet e mënyrës. Për së paku një javë, mindestens do të përkthehet së paku, dhe kur vjen für mindestens për së paku do ta përkthejmë pra bashkarisht këtë le të themi grup fjalësh, für mindestens për së paku. Një javë. Pra edhe njëherë Herr Goltz, pra ky zotëri, nuk mund të punoj për së paku një javë. A është saktë kjo apo jo? Realisht këtu thotë on bin für eine Woche krank geschrieben. Është e vërtet, sepse më së paku pra ai është shkruar për një javë, shkruar sëmur për një javë, mund të zgjasë edhe më shumë, por më së paku pra është fakt pra që ai më së paku do të mungoj në punë. Prandaj do të themi richtig, pra richtig ose richtig e saktë. Dhe fjalia e dytë, Herr Goltz hatte am Wochenende Halsschmerzen. Herr Goltz, pra zotri Goltz, hatte kishte, shikojmë pra veta e tretë, dhe veta e parë, në kohën e pakryer, do të zgjedhohen njëjtë. Am Wochenende Halsschmerzen. Kishte në fundjavë Halsschmerzen. Mi thënë, ky emër rënësor Schmerz në gjuhën gjermane është një emër i gjinisë mashkullore gramatikore, do ta bëj shumësinë me n shtesë njësit. Pra ky është edhe emri rënjësor i këtij emri të përbërë, dhe do të thotë dhimbje, dhe në shumës dhimbje, pra do të jetë numri shumës në rastin e fjalë, pra do të jetë në trajtën e bashkëquar, pra sërish dhimbje, një dhimbje, disa dhimbje. Dhimbje Halsschmerzen, dhimbje fyti Hals, pra është sërish një emër i gjuhës gjermane që i përket pikërisht gjinisë mashkullore gramatikore. Pra do të jetë kuptimi këtu dhimbje fyti. Dhe po të shikojmë, të referohemi të teksti ynë, këtu në fakt vjen se nuk është e vërtet se ai am Wochenende hatte Halsschmerzen, por ka ndodhur diçka tjetër, dhe ajo çfarë ka ndodhur ka qenë se ai ka pasur një aksident, pra do të themi falsh e gabuar. Kështu do të funksionojë, shikues i nderuar, pra testi përsa i përket pyetjeve të tipit apo detyrave të tipit lezën, dhe do të klikojmë. Realisht duhet t'i kthehemi sërish, sidomos në rastet kur nuk jemi të sigurt, por do t'ju kishte sugjeruar që t'i kthehemi, ta bëjmë rutinë tonën, pra ta bëjmë diçka normale, që t'i kthehemi disa herë testit, pa më tepër kur kemi kohë të mjaftueshme, mos të nxitohemi. Dhe do të klikojmë i Das Ergebnis, dhe realisht na figuron që përgjigjja është saktë. Dhe do të vijmë me pjesën e dytë, një tjetër trajtesë. Kemi të shikues i nderuar në fundin e kësaj trajtese, dhe në fundin e saj do t'ju përshëndesim bis zum nächsten Mal. Miru shikoshim në trajtesën e ardhshme.